plani rregulativ urban? Çka është dhe qysh mënet me ndryshu ndoshta me kohë? Sipas jush. Po, kjo si pikë mendoj që është shumë pikë e rëndësishme, për shkak që nëse dëshirojmë ne me pas një plan rregulativ të mirë urban, ish dasht komuna mi parapri shumë elementeve, para po supozojmë nëse e ka lënë një zonë caktune për ndërtim të lartë ose të ulët, varësisht çfarë. Mirë është me shpall, po supozojmë janë 13 hektarë në qatë zonë. E shpallni të ndërkombëtar kush po e bën projektin më të mirë për zonën, edhe çaj projekti që ekziston më i miri që është apliku, çato pastaj e shpall kush po e ndërton. Edhe ato aplikojnë, po supozojmë disa ndërtues, po forma, domethënë ato e parashet çdo detaj pastaj. Objektet janë të bukura, ka hapësira gjelbruse, ki distancë mes banesa, domethënë secilin ndërtim është i njëjtë për kapamja jashtme, mirë po brenda mundet me ndryshu varësisht investitorit çfarë materiale që përdor. Mirë po si plan rregulativ mendoj që i shkon shumë më bukur nëse ish bën start prej komunës me para pa jo thjesht me lan tash e kem caktuar si zonë ndërtimi i lartë, koeficienti po supozojmë 3, 5, 4 varësisht sa mundet me kon. Mirë po, kush do ndërton sipas dëshirës vet, dikush e bën një faso ndryshe, dikush e bën një faso ndryshe, e bën një farë laramania aty, edhe thjesht ajo është një vepër e cila nuk mundet më u tjetërsu pastaj. Kështu që nëse komuna i kish paraprit këtyne gjërave, mendoj që i shkon shumë më bukur edhe thjesht nëse një plan i tillë rregullativ kish me qenë i bukur, kish pas mundësi ndoshta edhe një investitor të huaj me sjell çaj plan për investim këtu.